Burime pranë sistemit të drejtësisë deklarojnë për pamfleti se prokuroria e posaçme ka përfunduar hartimin e masës së sigurisë ndaj Angela Gaçit dhe se fleta e arrestit konsiderohet gati për firmosje, ndërkohë që sipas të njëjtave burime, Agaçi është larguar nga territori i Shqipërisë në një moment kritik të hetimit, pikërisht kur dosjet kanë kaluar nga fazat e pyetjeve formale në fazën e përgjegjësisë penale, duke krijuar bindjen se largimi nuk lidhet me shkaqe shëndetësore, siç pretendon qeveria, por me frikën reale nga arrestimi. Angela Gaçi mban funksionin e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave që nga shtatori 2013 dhe gjatë kësaj periudhe ai ka ndërtuar një pushtet që shkon përtej titullit formal, duke kontrolluar administratën, duke komanduar sekretarët e përgjithshëm të ministrive, duke orientuar vendimarrjen ekonomike dhe politike të qeverisë dhe duke u shndërruar në filtrin e detyrueshëm për çdo vendim që prodhon para publike, koncesione, favore apo mbrojtje politike, çka e bën atë figurën më të rëndësishme dhe më të rrezikshme të qeverisjes së Rama. Hetimet për incineratorët e kanë vendosur Agaçin në qendër të vëmendjes së SPAK, pasi ai ka marrë pjesë drejt për drejt në proceset e miratimit të bonuseve, në kalimin e procedurave të negocimit dhe në mbështetjen politike dhe ligjore të kontratave që sot rezultojnë objekt hetimi penal, ndërsa vetë Agaçi ka tentuar të zhvendosë përgjegjësinë duke deklaruar në komisione parlamentare se Këshilli i Ministrave nuk ka zgjedhur fituesit, një deklaratë që bie ndesh me faktin se pa firmat, orientimin dhe presionin e sekretarit të përgjithshëm, asnjë procedurë e tillë nuk do të kishte kaluar. Emri Agaçi del edhe në hetime të tjera që lidhen me tendera sekret dhe kontrata të teknologjisë, përfshirë procedurat e Akshit, ku SPAK po analizon rolin e kryeministrisë në paracaktimin e fituesve dhe në mbrojtjen politike të kompanive përfituese, ndërkohë që burime hetimore flasin për një model të përsëritur vendimarrjeje, ku Agaçi shfaqet si garant i marrëveshjeve që kalojnë përmes qeverisë, pa transparencë dhe pa kontroll real. Ekspozimi i tij nga emisioni Reporti i Rai 3 në prill 2024, ku paraqit si figurë kyçe në marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigracionin dhe si njeriu që negociante në prapaske në emër të kryeministrit, e nxori për herë të parë Agaçin nga hija ndërkombëtarisht dhe tregoi se roli i tij nuk kufizoi vetëm në administrimin e brendshëm, por shtrihej edhe në marrëveshje shtetërore me pasoja politike dhe ligjore, çka e rriti presionin ndaj tij në një kohë kur dosjet penale në Tiranë po trasheshin. Në të njëjtën linjë me këto zhvillime, në një dosje hetimore të SPAK mbi hakerimin e sistemeve të prokurorisë së posaçme, del qartë se ndërhyrja kibernetike nuk ka pasur karakter amator apo periferik, por ka synuar drejt për drejt informacion mbi dosje aktive dhe persona konkret në hetim, ku në komunikimet e sekuestruara, hakeruesit përmendin emrin e kryeministrit si autoritet që mund të ketë porositur ndërhyrjen, ndërsa në një nga mesazhet e administruara në dosje shfaqet shpreha se do i shkruaj Ramës, çka tregon qartë perceptimin e mbrojtjes politike në nivelet më të larta dhe po në këtë dosje rezulton se më 21 shkurt, i hetuari Zambak Gjoni kërkon informacion specifik për arrestimin e Angela Gaçit, duke e futur emrin e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave në bisedat e hakerave si objekt interesi urgjent, fakt që e dyshime serioze se hakerimi i SPAK nuk ka qenë një akt i izoluar kriminal, por një përpjekje e qëllimshme për të mësuar paraprakisht masat e sigurisë dhe për të mbrojtur figurat kyçe të pushtetit përpara goditjes penale. Sot, i njëjti njeri që për më shumë se një dekadë ka kontrolluar fijet e dukshme dhe të padukshme të shtetit, që ka menaxhuar ministrat, që ka diktuar karrierat e zyrtarëve dhe që ka qenë njeriu më i besuar i Edi Ramës, rezultoni i zhdukur nga skena publike dhe sipas burimeve, i larguar nga vendi për t'i shpëtuar drejtësisë. Shkëlqimi i Don Agaçit u ndërtua mbi pushtet absolut pa përgjegjësi publike, mbi kontroll të administratës dhe mbi mbrojtje politike totale, ndërsa rënia e tij po ndodh në heshtje, larg kamerave, por nën presionin e një drejtësie që më në fund ka mbërritur tek njeriu që për vite me radhë ka qenë truri i errët i qeverisjes. Nëse burimet konfirmohen dhe fleta e arrestit firmoset, emri Angela Gaçit do të shënoj pikën e parë reale ku kulla e pushtetit e Edi Ramës fillon të shembet nga brenda.